Kombëtarja e Shqipërisë ka mbyllur sot përgatitjet në shtëpinë e futbollit. FSHF ka publikuar njoftimin ku tregon se stërvitja është fokusuar gjithashtu te goditjet në port. Këto të fundit janë dhe thembra e Akilit për kombëtaren që golat i ka pasur të rrallë në muajt e fundit. Nesër kombëtarja e Shqipërisë do të zhvillojë seancën e fundit në Leskovac. Sfida me Serbinë është e vlefshme për kualifikuesit e Botrorit 2026 dhe do të luhet të shtunën prej orës 20:45. Kombëtarja shqiptare zhvilloi sot seancën e fundit stërvitore në shtëpinë e futbollit në drejtimin e trajnerit Silvinjo. Stërvitja u fokusua te përgatitja atletike, loja me top dhe provimi skemave të ndryshme duke përfshirë dhe goditjet në port, shkruan FSHF. Skuadra do të udhëtojë nesër drejt Nishit ku në orën 16:30 do të zhvillohet konferenca zyrtare para ndeshjes me trajnerin dhe një lojtar në stadiumin Granski Stadion Dubocica në Leskovac. Pas konferencës ekipi do të zhvillojë stërvitjen e fundit në orën 17:30 për të mbyllur përgatitjet për sfidën ndaj Serbisë. Konferenca për mediat e trajnerit Silvinjo do të transmetohet live në FSHF TV dhe në kanalin zyrtar të FSHF-s në YouTube.